kam bërë një kërkesë që të janë e metë. Unë kam bërë një kërkesë në Grush, Bizat, Këshilli Lartë Historik, Dërgim ambasadave Bashkimit Evropian, I kam bërë kërkesë, I kam bërë ambasadës amerikane dhe Shqipërisë, sepse është e papranueshme, sot në vitin 2026, ku Shqipëria kërkon të aderojë në Bashkimin Evropian, të mbajë kapazin e mbyllur presidentit të Rusisë. Dhe kjo është kërkesë që ne kemi regjistruar të realizimit në moment të vitit. Në momentin e dur procedural. Është momenti sepse është momenti tani që të dallim sepse jo, nuk është momenti tani. Unë po vjen tim këtu dhe dua një standard. Sepse ju do të kishë shkruar këtë kërkesë presidenti i Republikës, mos të duhet të kapasë me qenë tani kjo. Lidhje me paraqitjen e parë. Keni pretendim ndërlidhje me paraqitjen e vijimin e gjykimit për legjitimimin e parë. Keni pretendim apo jo avokati? Djali vazhdojmë jashtë, pak më shpejt.